Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte do të diskutojmë për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në fakt do të flasim për atë se çfarë ndodhi në takimin e datës 2 prill, ku është pritur të nënshkruhej marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë ndodhi në atë takim dhe pse nuk është nënshkruar kjo marrëveshje? Prandaj, për të diskutuar për këtë çështje, për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sonte në studio me mua janë Zotri Blerim Shala, koordinator politik në bisedime dhe nënkryetari i AK-s, Zotri Skënder Hyseni, ish ministër i punëve të jashtme, njëherë deputet i LDK-s në Kuvendin e Kosovës, dhe Glauk Konjufca, nënkryetari i Kuvendit dhe njëherë deputet. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Shikues nderuar, ju njoftoj se ne kishim ftuar për këtë debat edhe zëvendës kryeministrin e Kosovës, Zotri Hayreddin Kuçi, mirë po për shkak të zhvillimeve që ndodhen sot në Kuvendin e Kosovës, ai nuk deri në këto çaste nuk ka mundur të vinë në këtë debat. Si të jetë, ne vazhdojmë me temën e sonme për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Po e fillojmë me juve, Zoti Shala, ju keni qenë pjesë e këtyre bisedimeve, mirë po edhe takimit fundit me 2 prill. Ajo çfarë tha pas takimit nga deklarata e zonjës Catherine Ashton, shefja diplomacisë europiane, tha që dallimet janë ngushta por të thella. Në fakt, çka ndodhi me 2 prill? Pse nuk është arrit marrëveshja? Mendoj që nuk është një pyetje për $1 milion, si thuhet, se përgjigja është fare e qartë. Qeveria sotme e Serbisë akoma nuk është e gatshme që të pranoj marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, megjithse e dim fare mirë që ky është një realitet politik, që është e domosdoshme që Kosova dhe Serbia të hyjnë në një kapitull krejtësisht të re të marrëdhënieve historike, dhe që normalizimi i marrëdhënieve është parakosh për Serbinë që të merr datën për fillim të negociatave për hyrje në Bashkimin Evropian. Pra Serbia ka një situatë shumë të rëndë politike, ekonomike, ndërkombëtare por megjithatë duket që akoma nuk janë bind në vete që është e domosdoshme të arrihet kjo marrëveshje. Si shtat, ky është e rundi i 8, pritje që të ketë marrëveshje të mirëfillt. Është prit se ka pas diskutime ndryshme se nuk do të ketë, madje është interpretuar që vizita apo pjesëmarrja e zëvendës kryeministrit të Serbisë Vučićit në këto takime do të thoshte jo marrëveshjes. Jo, anasjeltas mendoj që shumica e diplomatëve kanë pritë që pikërisht prania e tij sepse ai është qendra politike, fuqia më e madhe politike në Serbi aktualisht dhe është pritë që pikërisht prania e tij do të jepë. Nuk ka qenë pjesë aktive dhe prandaj ka pas vlerësime ndryshme. Megjithatë dihet fare mirë që është kryetari i partisë më të madhe në Serbi dhe supozohet që prania e tij do të inkurajojë qeverinë e Serbisë që të pranojë marrëveshjen. Mendoj që ka ecë përpara, po ashtu mendoj që zonja Ashton e ka bërë një përshkrim shumë të saktë për dallimet që ekzistojnë midis. Mirë, apo na tregoni se jo gjithë publiku ka mujt me kuptu çfarë ka ndodhur. Për çka jeni pajtu dhe për çka nuk jeni pajtu me 2 prill? Dallimet thelbësore kanë të bëjnë akoma me çështjen e asociacionit, edhe pse aty gati që është punë e kryer, që nuk do të ketë pushtet ekzekutiv sepse ky është një qendrim kategorik edhe vetë ndërmjetësuesës pra zonjës Ashton dhe faktorëve kryesorë ndërkombëtar mbi gjitha Washingtonit dhe Berlinit. Dhe dallime tjera kanë të bëjnë me drejtsinë dhe policinë si të funksionojnë në Kosovë. A mundeni me specifiku se është fjala për policinë, gjykata dhe ushtrinë, domethënë këto 3 çështje janë të cilat nuk janë për të cilat nuk ka pas pajtim në këtë. Shikoni, parimisht ekziston një pajtueshmëri që strukturat paralele serbe në Kosovë duhet përshojnë se ekzistuari. Është thënë në mënyrë qartë gjatë takimeve, jo vetëm gjatë këtij takimi. Po ekziston një bindje e qeverisë së Serbisë që disi duhet krijohen disa mekanizma shtesë për mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë në mungesë të strukturave të Serbisë. Ne kemi elaboruar fare qartë, saktë, qëndrueshëm që këto mekanizme janë krijuar tash sa vjet pas marrëveshjes me Pakun e Ahtisarit dhe ato mekanizma funksionojnë dhe kanë dhënë rezultate shumë të matshme në pjesë tjera të Kosovës. Kështu që ekziston modeli, ekziston mostra e cila duhet të aplikohet në veri të Kosovës. Por ty ju them fare qartë, nuk ka përpjekje të krijohen 2 mekanizma në drejtësi, në polici apo kudo qoftë. Është e qartë se si duhet të funksionojë te Kosova tash e tutje, pas një marrëveshje të tillë. Jemi me një pikë ku zoti Hyseni tash pas raundit 8 ju keni thënë që nuk duhet të ketë një eufori nga ana e palës kosovare. Mirë po, në fakt po duam të ditë vlerësimi juaj. Dështoi ky raund, ka pas pritje të mëdha që do të ketë marrëveshje, kjo nuk ndodhi. Prandaj është gabim fundamental kur ngritën pritje të pa baza.
pritjet cilat nuk mund të justifikohen, sepse në çdo negociat me Republikën e Serbisë, çdo përpjekje racionale për të prognozuar mund të dalë e huqur, e dështuar. Dhe unë jo rrallë këto ditë e kam thënë që historia e dialogut Kosovë-Serbi është historia e dështimeve të një pas njëshme. Po kësaj radhe me të drejtë natyrisht pritej që kjo histori do të ndërpritej dhe do të vinte deri te një marrëveshje e cila në esencë do të shënonte një fillim të gjatë, po shumë të vështirë të normalizimit. Jo, unë nuk thash se kam prit, unë po pritej domethënë, sepse unë nuk kam prit pikërisht të e pas parasysh përvojën që Kosova e ka në negociata me Serbinë. Ndërkaq kam ftuar që të mos ketë shumë egzaltim dhe eufori në kuptim që tashti Serbia dështoi dhe do të ndëshkohet, ndërkaq Kosova nuk ka dështuar dhe unë jam i bindur kësaj radhe që nuk ka dështuar dhe do të shpërblehet, sepse nuk do të ndodhë kjo. Unë kam ftuar për kujdes të e pas parasysh qëndrimin serb dhe të e pas parasysh mundësinë që krejt kjo mund të jetë një taktik negociuese nga ana e Serbisë, që të fitoj hapësinë për koncesione të reja, koncesione shtesë. Dhe në këtë kuptim, unë kam ftuar për kujdes të shtuar të delegacionit Kosovës këto negociata, për një kujdes absolutisht shumë të madh. Çfarë taktimesh mund të përdorë Serbia apo koncesionet tjera që mund të ndodhen në raundet tjera që mund të ndodhen? Ne jemi mësuar, ju e keni deklaratën e kryeministrit Dačić sot, i cili thotë se gjithë bota është kundër Serbisë dhe Serbia është e vetme. Çdo njeri që ka veç pak rezon fundamentale di që krejt bota nuk është kundër Serbisë dhe madje as perëndimi nuk është kundër Serbisë në këtë rast. Unblock siç përpiqet ose mëton ta paraqesë kryeministri Dačić. Po kjo është një taktik negociuese serbe të cilën ne e kemi pa. Praktika të tilla ne kemi pa edhe më herë, për shembull nga Rambujeja, të cilat sollën bombardimet e NATO-s në vitin 99. Kemi pa shumë shpesh, po prandaj po them, duhet t'i qasemi me kujdes. Një dimension i cili nuk është përfill sa duhet këto ditë, kam frikon, edhe është ignoru, është lanë krejt anash, është krejt rolin prapaskeni Federatës Ruse, në krejt këtë fiskultur. Për çfarë arsye po mendoni se po ndodh kjo? Përshtypja ime është që obstruksioni dhe destruksioni serb shkon deri në atë shkallë, e që shkon deri në atë shkallë, ushqehet indirekt nga Federata Ruse. Dhe unë e kam thënë jo pak herë këto ditë që ne mund vim në situata paradoksale, që Serbia mund ta pranoj një ulse të Kosovës në OKB, po Federata Ruse mund ta pengoj dhe mund të mos e pranoj. Do me thonë, duhet kemi kujdes nga këto situata. Unë sërish po e theksoj atë që është parimore. Dialogu si parim, si vlerë, si princip evropian dhe evroperëndimor. Duhet përfillet dhe Kosova nuk gaban fare që ka hyrë në dialog dhe vazhdon dialogun. Mirë, po në njëjtën kohë, Kosova duhet ketë shumë kujdes që të mos të i kaloj kornizat që i përcakton kushtetuta e Kosovës. Do të shëndoni kornizat, po se deri ku mundet me shku Kosova? Po, faleminderit. Zoti Konjufca, e përmendje zoti Hyseni punën e ulses së Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mendoni se në fund Serbia mund të pranoj që Kosova të ketë një ulse në OKB pas këtyre negociatave? Çështja kryesore është se çfarë çmimi do të paguan te Kosova për këtë ulse. Dhe ne mendojmë që edhe kemi paralajmëruar bile shumë herët që Serbia dhe mund të njohë kur ka pas probleme të ndryshme me shtete të ndryshme siç është rasti i Bosnjës. Serbia e ka pranuar Bosnjën vetëm në një moment caktuar historik. Kur Bosnja ja ka pranuar Serbisë shtetin e saj brenda vetvetes, atëherë Serbia është pajtuar në marrëveshjen e Daytonit që Bosnja të krijohet si shtet dhe të ketë edhe reprezentacion politik ndërkombëtar. Unë mendoj që njëjta gjë mund të ndodhë edhe me rastin e Kosovës, po ky është një çmim i cili nuk duhet të paguhet. Për arsye se është çmim shumë i shtrenjtë dhe pastaj nuk ka fare kuptim shteti më. Sepse kur të krijohet një entitet brenda Kosovës, i cili në masë të madhe mund të kontrollohet nga Beogradi, qoftë nëpërmjet orientimit të financave, qoftë nëpërmjet ndikimeve politike që ushtron të njerëz të caktuar të cilët kanë qëndrim politik armiqësor ndaj shtetit të Kosovës, atëherë mendoj që krijohet një realitet politik shumë problematik, një shtet disfunksional
dhe me vegza shumë destabilizuese nga ana e Serbisë. Por unë po përpiqem që këtë proces ta konceptoj në një sintezë, domethënë në plotninë e tij. Dhe unë mendoj që kjo që po ndodh tash është në fakt një çmim që po e paguajmë për gabimet e vitit 2007 dhe 2008. Ishte e njëjta logjika atëherë kur thuhej që po krijohen komuna të reja serbe në formë të kompromisit, sepse kjo është çmim për shpalljen e shtetit të Kosovës. Tash çka po ndodh? Atëherë jepi arsyetimin, atëherë këtë lidhje dush më na bë ku po e lidh 2007-2008 me shpalljen pavarësisë me komunat i vitit 2007, sepse në decentralizimit. vitin 2007 Serbia thoshte që do të krijohen komunat serbe, do të ndahen prej komunave me shumicë shqiptare, si një farë procesi i segregacionit, le të themi, si një farë procesi i getoizimit të sërbëve në komunat veçanta, ku ata do ta kishin vetë qeverisjen, dhe kjo na thuhej për shkak të integrimit të sërbëve në Kosovë. Tash çka po na ndodh? Po na ndodh projekti tjetër te 2013. Gjitha këto komunat që u krijuan, 10 asaj po i kërkon Serbia plus me ato të veriut, do të lidhen, do të centralizohen në mënyrë etnike në një trup të vetëm, që do të jetë asociacioni i komunave serbe. Dhe kjo është shumë problematike, është shumë shqetësuese. Nuk o dash mu pranu pe i Republikës Kosovës. Nuk është dash mu pranu çka, zoti Konjusa? Nuk është dash mu pranu çfarë do trupi institucional një etnik me bazë territoriale në Kosovë. Kjo është çështje e kryer. Në fakt, për çka po na thonë krye negociatorët që janë duke biseduar tash, nuk është llaf aty se apo krijohet asociacioni apo nuk po krijohet. Po kompetencat e asociacionit. Çështja është kompetencat e këtij asociacioni. Mirë se nuk është qartësu, këtu po do mund dalë. Jo, vetëm ta përfundoj. Dhe me vetë faktin që Belgradi po bëhet pjesë e vendimarrjes për me themelu atë institucion. Dhe kur themelohet ai institucion, do t'i ketë qartë kufit e vet territorial. Dhe më pastaj edhe disa kompetenca politike, qoftë edhe për reprezentimin e serbëve, aty siç u tham planin 8 pikësh të Bashkimit Evropian, i cili u botua në media, çështjen e bën shumë serioze. Për arsye se tash kemi një proces të kundërt me decentralizimin etnik, e kemi procesin e centralizimit etnik. Dhe njëra prej kompetencave në planin 8 pikësh të këtij institucioni, nëse e keni pa, është që ai institucion faktikisht është mbi institucionet e Kosovës, sepse po krijohet edhe prej Serbisë së bashku me Kosovën, me garancion të palës po flasim për asociacionin e komunave të verit vendit, zoti Shala, dëgjum zoti Konjufsa, po du thjesht me ditë për kompetencat, sepse kjo është adresu tash sfundi. Madje vetë më lejoni citoj një shkrim që është publikuar në Balkan Insight dje, thot Kosova dhe Serbia u pajtuan të martën për formimin e një force policore multietnike në asociacionin e komunave serbe, një diplomat i BE-s tha për Balkan Insight. Por raundi 8 i bisedimeve në Bruxelles nuk arriti të japë një marrëveshje mbigjyqësore dhe praninë e ushtrisë së Kosovës në zonat serbe të vendit. Sipas diplomatit BE-s, pra po i referohem shkrimin që ka dalë në Balkan Insight, delegacioni serb i kryesuar nga kryeministri Dačić insistoi që gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë të drejtohen nga serbët e të veprojnë në kuadër të asociacionit, e pasaj si tërsi të jenë në jurisdiksionin e Gjykatës Supreme të Kosovës. Asnjëra prej këtyre informatave, pseudo-informatave s'është e vërtetë. Mirë, specifikona ju atë detajet në kompetencat e asociacionit. Po, mas pari sa për këtë shqetësimeve që besoj që janë të përbashkëta për defunksionalizimin e shtetit të Kosovës, plotësisht pajtohemi ne të gjitha partitë politike, besoj që asnjë zë kundër këtij qëndrimi nuk është, që çfarëdo marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës së Serbisë duhet të garantojë funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Pikë. Dhe këtu nuk ka debat, dhe tek e fundit u tha edhe për anës së Skenderit, kuvendi i Kosovës është shpirtri i fundit të asaj marrëveshje dhe do ta shohim bardhëzisht çfarë shkruan në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës së Serbisë, dhe do ta shohim së bashku atë e kalon dikun legjislacionin Kosovës në fuqi dhe kushtetutën e Kosovës. Se përket, po them, krahasimet nga njëherë janë qëndrueshme, nga njëherë janë pa qëndrueshme. Bosnia e dim që me 6 prill të vitit 1992 ka hyrë në OKB, po si ka hyrë gjë urçë në OKB, sepse dihet se çfarë ka ndodhur me Bosnjën. Krahasimet midis Kosovës dhe Kroacisë ndoshta qëndrojnë më shumë, sepse dihet si është bërë integrimi i një pjesë të Kroacisë, po edhe si është bërë dhe integrimi i Slavënisë Lindore. Por të kthehem në pyetjet e juaja, se me siguri janë tema interesante. Asociacioni i komunave si e tillë është një drejtë kushtetuese ligjore, e cila është sankcionuar së pari me pakun e Ahtisarit, po e cila del për një dokumentin ndërkombëtar shumë para se Kosova të bëhej shtet, del për kartës evropiane për veçërisë lokale. Kushdo që ka realizuar kartë, e sheh fare mirë që ekziston mundësia e bashkëpunimit midis komunave në ushtrimin e përbashkët të disa përgjegjësive.
lufta që është bërë politike, nëse mund të shprehemi ashtu, midis nesh dhe palës serbe, gjatë gjithë këtij procesi ka qenë a do të mbetet komuna, ashtu siç është me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Një sijabaz e ushtrimit të pushtetit, apo asociacioni do ta merr atë pushtet përmes transferimit të kompetencave prej komunës në asociacion. Mund t'ju garantoj plotësisht që asociacioni i cili do të krijohet, për cilin kanë pas drejt të krijimit të këtyre 10 komunave, e ku nuk ka vetëm serb, nëse e shohim strukturën etnike të këtyre 10 komunave, e kemi do të kisha hap debatin sa i përket ekstra përmend edhe një fakt, se për shembull po, edhe përgjithsisht, për shembull për 10 kryetarë komune, një është shqiptar në Novobërg, edhe është pjesë atij këshillit të kryetarëve. Dikon 30-35% janë shqiptarë, dihet se si formohet asociacioni, dihet se janë trupat e asociacionit. Asnjë kompetencë ekzekutive. Asociacioni i ri që do të krijohet, i cili del nga kushtetuta dhe ligjet e Kosovës nuk do të ka ketë. Pra është i bazuar në ligjet dhe edhe veç edhe një detaj, më është me rëndësi të madhe. Shpeshherë po analizohet zhvillimi i negociatave në vend në vitin 2007-2008. Po harrohet se çfarë ka ndodhur në Kosovë pas vitit 99. Ka pas rënje, ka pas ngritje, ka pas suksese, ka pas dështime. Pas vitit 2004, pas ngjarjeve të vitit 2004, pa marrë parasysh se kush qëndron brapa atyre, tash ne mund të bëjmë teori të konspiracionit, të themi ky ose ai. Pozicioni ndërkombëtar i Kosovës ka qenë shumë i dobët. Dhe është folur hapur, Edin Skenderi, besoj edhe Glauku, është folur hapur edhe për ndarjen territoriale të Kosovës, është folur hapur për humbje të gjasë shtetsisë. Ju po thoni që tash ajo nuk është absolutisht. Propozimi aktual, i cili është i përbashkët, i zonës Ashton dhe i palëve kosovare dhe i cili nuk është i negociueshëm, është që asociacioni do të ndërtohet në pajtim me kartën evropiane për veçëvërisje lokale, në pajtim me ligjet e Kosovës. E keni pa dhe në atë pikësh, Glauku e ka të drejtë të shqetësimin, vetëm me shqetësimin po e hapim debatin, zoti Shala. Ne këto jemi kategorik, asociacioni përfason interesat e komunave. Zoti Sini, pastaj zoti Musa. Në këtë pikë jam i prirur të besoj Blerimit, sepse unë nuk jam pjesë e negociatave, nuk e di substancën. Prandaj çfarë do të thotë Blerimi sonte këto rreth përmbajtjes, rreth detaleve të marrëveshjes së mundshme, unë jam i prirur të besoj dhe mund të trajtoj vetëm nga një kant krejt parimor, po unë do të përpiqem ta shoh edhe nga një kant tjetër i kontraktualitetit të Kosovës me botën, krejt këtë problematikë. Supozojmë që marrëveshja është e tillë, nuk ndërhyn në unitaritetin e Kosovës, do me thonë në karakterin unitar të saj, nuk paraqet nivel të tretë të vendimarrjes ose të qeverisjes. Mirë po, tashti, nëse Serbia vërtet dështon të jep prova të sigurta se don paqen në Ballkan, atëherë, cilat janë detyrat që shtrohen para Kosovë? Detyrë primare që shtrohet para Kosovë është që me partnerët e vetë, në rend parë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të insistoj në forcim të partneritetit, duke ruajtur karakterin unitar të Kosovës, duke ruajtur kornizën, kushtetutën, e sidomos me Bashkimin Evropian duhet të insistoj që përfundimisht Bashkimi Evropian të hezë dorë nga neutralitetin ndaj statusit. Sepse është pikërisht neutralitetin ndaj statusit Kosovës, cilin e kanë imponuar 5 vendet që se njohin Kosovën, që po ju shen tendencat... Në këtë rast, zoti Shala përmendi që pala kosovare edhe Bashkimi Evropian janë me një frym. Prandaj po them, nëse Serbia dështon të jep shenja të sigurta se don paqe përfundimisht në Ballkan, atëherë Bashkimi Evropian duhet dërgoj sinjale të sigurta dhe të qarta në Beograd, se heq dorë nga neutralitetin ndaj statusit si organizëm. Ne kemi 22 vendet Bashkimit Evropian që e njohin Kosovën. Po vetë Komisioni Evropian, institucionet e Kosovës, Komisionet Evropian mbajnë qëndrim neutral ndaj statusit Kosovës. Dhe kjo është problem real. Kjo është problem real sepse në Beograd po lexohet. Si inkurajim, si nxitje që të vazhdojmë me obstruksionin dhe destruksionin që i bëhet çdo përpjekje serioze për të vendosur një paqe afatgjate në Ballkan. Për ata që s'ka pas shumë informata, po ka mendime dhe vlerësime të ndryshme. Po ndu edhe sa i përket përgjegjësisë së asociacionit komunave. Vesh një fjalë do t'ua them. Delegacioni i Kosovës në Bruksel, çfarë do të jetë marrëveshja përfundimtare, do ta sjellë në Kuvend të Kosovës. Në ndërkohë, ju besoni se në fund unë nuk udhëhiqem me kategoritë e besimit, mosbesimit. Unë udhëhiqem me kategoritë e obligimeve kushtetuese dhe ligjore që i ka një qeveri e përgjithshme. Ndërkaq sa i përket vetë procesit negociator,
unë personalisht, po edhe si parti, janë jatë drejtën e një shkallë të diskrecionit negociues gjithkuj, sepse është e domosdoshme. Ani masi po e përmendi, ka ndodhur për shembull edhe gjatë kohës keni qenë ju pjesëmarrës në dialogun edhe të Rambujes edhe të Vjenës, kanë dalë që mediat kanë raportu, madje kanë qitë edhe drafte, kanë publiku draftet marrëveshjeve. Po kanë publiku, po shpeshherë nuk kanë bërë mirë, të sigurej, dhe na kanë dobësu opozicionin negociues. Mirë po, unë po ju them edhe një gjë. Unë e kam udhëhecë procesin në GND, Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Kam qenë bukur jo transparent, me keqardhje them, edhe ndaj me ju, edhe me opinionin. Po ka qenë një nga parakushtet thelbësore të cilat i ka kërkuar gjykata. Diskrecioni dhe mosbërja publike e materiale. Nuk duhet me pas transparencë, po në çështje të cilat janë të interesuar me publik, po mirë. Nuk është çështje transparence, jo transparence. Është çështje e mekanizmave më efikas me e fitue betejën në cilën ke hyrë. Dhe tashti, ata që negociojnë i zgjedhin mjetet, ndërkaq ne si korrektor, Kuvendi i Republikës Kosovës, në fund e japim fjalën tonë, sepse ai dokument çfarë do të qoftë, dhe ka qenë LDK-ja që ka insistuar që të futet në rezolut, pika e cila kërkon që çfarë do marrëveshje që të arrihet atje të ratifikohet Kuvendi i Republikës Kosovës. Zoti Konjufca, a pajtoni ju që çdo këto marrëveshje duhet në pak a shumë edhe të jenë diskrete, sepse ndoshta në fundit janë çështje sigurisë, jo marrëveshje, procesi. A pajtoni me këtë vlerësim se shpesh ka kritika që nuk ka transparencë në proces, nuk po dihet çka po bisedohet. Mund të them lirisht që ky proces ka qenë më jo transparenti prej gjithëve, duke filluar prej Rambujes si proces. Edhe në Rambuje, domthonë populli pak a shumë e ka ditë se ku janë ato. Nuk është ditë bash se ç'është. Jo, megjithatë kanë depërtuar draftet edhe kanë dalë mirë, po sa i përket kësaj çështje ku po e dinë vetëm 4-5 njerëz të qeverisë, të atë nivelit më të lartë. Mendoj që nuk është e ndershme me qytetarët e Kosovës, sepse këtu po vendoset për çështje shumë të rëndësishme dhe mendoj që transparenca duhet të jetë maksimale. Bile propozimi ynë ka qenë që kur një shtet dhe një konjunktur politike përballet me çështje të vështira, me vendime të vështira siç po i quajnë edhe vet. Zakonisht politikanët heqin dorë që të jenë vetmitar në procese të tilla në vendimarrje. Po synojnë atë të ndajnë së bashku me qytetarët, sepse qytetarët do të jetojnë në atë shtet së bashku me atë politikan, kështu që përgjegjësia duhet të ndahet maksimalisht. Qytetarët duhet të dinë të gjitha se çka po vendoset për fatin e tyre dhe së bashku të shkohet më tutje. Edhe në marrjen e përgjegjësisë, edhe pasojat, nëse ka pasoja, çka ka diçka konkrete që për shembull juve po intereson që nuk gjatë procesit nuk kemi shumë të drejtë të mos i besojmë kësaj qeverie në një justifikimin e saj. Po, nuk është moment, nuk e kemi përfaqësuesin e qeverisë. Jo, e kemi këtu përfaqësuesin koordinatorin, që vjen kësaj rolle për opozitës, po është e njëjta gjë, sikur të ishte i pozitës. Nuk është e njëjta gjë, po. Jo, është e njëjta gjë, sepse po flasim për procesin. Ky përfaqëson aspektin afirmativ të këtyre negociatave. Dialogu do të ndodhë deri tash ka shkuar gjë mirë. Per relativizon që nuk ka rrezik dhe unë po duam të sfidoj. Absolutisht është e vërtetë që thashë nuk ka rrezik. Do thotë ne e fare mirë, bile unë ndava mendimin edhe me Glaukun që më të vërtetë është jetësim shumë i arsyeshëm. Tha gjithçka do të jetë në përputhje me kushtetutën apo jo. E tash unë dua të sfidoj këtë. Deri me 2 prill e tash lejoni ta sfidoj këtë, sepse unë mendoj që fusnota nuk ka qenë përputhje me kushtetutën. Ajo është çështje që nuk kam bisedu për fusnotën, Glauk nuk kam bisedu për fusnotën. Se të deri me 2 prill, për çështje të dialogut politik. Jo tash, çu do të analizoj politik, unë jam përgjegjës. Problemi është që kjo qeveri e ka pas arsyetimin edhe për fusnotën se gjithçka është në dialogun politik. Po e njëjta është edhe në dialogun politik. Çka do të thotë që ka këtë dialogun politik? Këta pathojnë është në me kushtetutën përputhje krijimi një asociacioni, kërku nuk shkruan që do të mu themelun në përputhje me Serbinë ai dhe në marrëveshje me Serbinë. Kushtetuta, a thot këtë gjë? Në përputhje me çka? A duhet ta themelojë institucionin e komunave vetëm Kosova apo duhet merret vesh me Serbinë për asociacionin? Jo, absolutisht nuk po mirë. Se po bisedoni me Serbinë pra? Se po bisedoni me Serbinë për krijimin e asociacionit komun. Ne po bisedojmë me Serbinë për shkak që Serbia është në veri të Kosovës. Këmbë dhe kryq. Dhe e dimë edhe ne. Kjo është kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kundërshtim dhe me rezultatin 2024 prania e Serbisë në veri të Kosovës. Po tash, masi është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, kjo është shumë problematike. Se është Serbia në veri të Kosovës është një histori e gjatë. Nuk lidhet as me qeverinë e sotme, as me qeverinë e parë. Nuk dua, po me zhvillimet e pas luftës, unë e thash pak më herët. Po dua të them në mënyrë qartë që ky proces duhet domosdoshmërisht të çojë në largimin e Serbisë nga veriu, sepse është obligim ndërkombëtar. Nuk kemi të bëjmë vetëm raportin Kosovë-Serbi. Jo, absolutisht, nuk legalizojmë kurrë struktura, Glauk. Absolutisht. Unë e thash
mënyrën më të sinqertë të mundshme. Asnjëherë s'është kontestuar çështja që, si e tha Skënderi, Kosova duhet të jetë shtet unitar, edhe në drejtësi, edhe në polici, edhe Nuk në na vat politikë. shumë detaje zoti. Absolutisht. Kështu që Po më intereson me na tregu shkurt para se me fillu të zoti Mamet, Hyseni. le na pak ma jesu. Apo ndryshe më të vërtet dokumenti është insistu, kemi qenë së Po nuk na bashku. ne dhon çet detaje para se me kalu te zoti Hyseni. Për shembull çështjen e policisë, gjykatave dhe ushtrisë. Kjo është problem që nuk po dihet sa i përket përgjegjësisë së asociacionit. Forca Kosovare e Sigurisë është kompetencë, siç e dini, e qeverisë Kosovës dhe kuort e paktit NATO. Është një proces në zhvillim e sipër dhe këtu ne kemi ndarë në mënyrë sovranitetin dhe kemi drejt të themi që kemi ndarë sovranitetin. Çështja e policisë dhe gjykatës isha shumë i qartë. Nuk ka dy mekanizma, nuk ka dy struktura komanduese, gjithçka do të jetë, vetëm një uniform do të jetë legal në Kosovë, uniforma e policisë Kosovës. Vetëm një gjyqësi do të jetë, gjyqësia e Kosovës. Përderisa çdo gjë është edhe në pajtim të plot me kartën evropiane për veçeverisje lokale. Përderisa çdo gjë është në pajtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, me ligjin e Kosovës për veçeverisje lokale. Atëherë Kosova nuk ka nevojë dhe nuk duhet të druaj një asociacionit të tillë. Kjo nuk guxon të tejkalohet kjo kornizë. Ndërkaq sa i përket transparencës, edhe unë edhe një herë po kthehem. Është mirë me qenë transparent, po vetëm deri në shkallën e cila nuk e dëmton procesin. Nëse transparenca fillon ta dëmtoj procesin, atëherë është diçka tjetër. Shihni, negociatat, unë e kam thënë 1000 herë, nuk janë ndeshje futbolli që luhet live para kamerave dhe çdo tashti. Jo, e përmendë transparencën, po pastaj ju me përfunduar kam një çështje për transparencën. Mirë, po për dallim nga para 5 vjetë, pak më shumë diçka, para shpalljes të pavarësisë të Kosovës. Kosova sot është shtet i pavarur dhe sovran. Ka kuvend të zgjedhur, jo të emnuar, të zgjedhur nga populli. Dhe çdo marrëveshje duhet vit verifikohet dhe të korrektohet aty. Përderisa është kështu, unë nuk shoh asnjë arsye. Shihni, ne na ka rastisht jemi fëqinë parë me Serbinë. Dhe përjetësisht do të detyrohemi të bëjmë dialog me Serbinë. Mos ta harrojmë këtë. Përjetësisht do të ketë çështje, cila dy vende fëqinje do të kenë për të biseduar. Deshtëm ne s'deshtëm, i pëlqeu Serbisë si pëlqeu, do të na ketë ne fëqinë parë. Na pëlqeu, ne s'na pëlqeu, do ta kemi Serbinë fëqinë parë dhe patjetër që çështja është tash partneriteti ynë po kthehem vlerim te me ndërkombëtarët. Dhe këtu unë insistoj. Që Kosova ka të drejt plotësisht që të insistoj dhe të kërkoj tash të llogari për dështimet e mundshme. Cilat janë arsyet? Unë do të isha ndalë zoti Hyseni, jo se e ke qenë temën cilën po du me adresu në pjesën e dytë pas një reportazhe, sepse përmende me transparencën, pastaj ka fjalën zoti Konjuf Samir, po u përmend çështja e transparencës, ju kisha ftuar me ndjek një reportazh të cilin e kam përgatitur kolegët e mi për me pasë çysh ka shku sa ka pas transparencë në këtë dialog. Ta ndjekim. Kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë janë takuar 8 herë deri më tani në atë që njihet si dialog për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por publiku, si ai në Kosovë, ashtu dhe ai në Serbi, di shumë pak rreth asaj që është biseduar dhe dakorduar në për këto bisedime. Në raportimet e tij para Parlamentit të Kosovës, kryeministri tha që ka dhënë shpjegime të përgjithësuara rreth asaj se çka është thënë përgjatë dialogut, duke u përqendruar më shumë në premtimet për mos ndryshimin e kushtetutës. Gazeta Jeta në Kosovë më 30 janar 2013 i kërkoi zyrës së kryeministrit të Kosovës që t'i mundosot qasja në të gjitha dokumentet, përfshirë marrëveshjet e arritura gjatë dialogut teknik dhe atij politik, bazuar në të drejtën e qasjes në dokumente zyrtare. Zyra e kryeministrit nuk ju përgjigj kërkesës së gazetës JNK brenda afatit ligjor prej 7 ditësh. Dhe vetëm pas përsëritjes së kërkesës nga ana e gazetës, Albulena Sylaj Zeqiri, zyrtare për komunikim dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, më në fund u përgjigj. Kërkesa juaj së bashku me të gjitha rikërkesat janë përcjell në kabinetin e kryeministrit. Në momentin që do të marrim përgjigje, do të përcjellim. Tashmë ishin bërë 2 javë nga kërkesa fillestare dhe gazeta JNK i shkroi sërish Fitim Krasniqit, sekretari përgjithshëm në zyrën e kryeministrit, dhe Arianit Bytyqit, drejtori i zyrës për media.
Përgjigja erdhi më 15 shkurt, por kjo përgjigje ishte gjysmake. Ajo përmbante vetëm konkluzionet e arritura gjatë dialogut teknik. Këto konkluzione nga takimet e Edita Tahirit me Borislav Stefanovicin kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, librat AMS, pranimin e diplomave universitare, vulat doganore, shënimet e kadastrave, konkluzionet e IBM-it, si dhe aranzhimet lidhur me përfaqësimin dhe bashkëpunimin rajonal. Përveç kësaj, zyrtarët e kryeministrisë nuk kanë dërguar asnjë informacion rreth dialogut politik pa arsyetuar pjesën tjetër të kërkesës së gazetës. Përgjigjja brenda afateve ligjore është obligative bazuar në ligjin për qasjen e dokumente publike. Ekziston edhe ligji për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë që përcakton kriteret e klasifikimit. Neni 5, paragrafi 1.4 i këtij ligji sqaron se është i ndaluar klasifikimi nëse synohet të parandalohet apo vonohet publikimi i një informacioni i cili qartazi nuk ka të bëjë me çështje të sigurisë. Mirë po, tash shtrohet pyetja se a kanë të bëjnë me çështje të sigurisë marrëveshjet e arritura deri më tash, të cilat janë bërë publike vetëm si tituj, pa detaje shpjeguese. Thaçi dhe Daqiq janë pajtuar për zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit të njohur me shkurtesën IBM. Rritjen e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, përgatitjen e një studimi të fizibilitetit për ndërtimin e autostradës Nish-Prishtinë, emrimin e krerëve të zyrave ndërlidhëse me asistimin e zyrave të BE-s në të dyja vendet, krijimin e një njësie multietnike të policisë së Kosovës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare, sigurimin e rrjedhjes transparente të paras në mbështetje të komunitetit serb në Kosovë, fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet komisioneve për të pagjeturit e të dyja palëve, pajtueshmërinë për mbledhjen e taksave doganore, tatimeve dhe të VSH-s në pikat kufitare në veri të Kosovës. Detajet e këtyre marrëveshjeve janë mbajtur sekret dhe kryeministria nuk ka bërë publik asnjë dokument rreth tyre. Bekim Baliqi, profesor dhe drejtues i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, i tha gazetës Jeta në Kosovë se mosqasja në dokumente nuk është praktike mirësore dhe demokratike, përveç që na pengon neve si studiues, realisht as publiku nuk kupton se çka po ndodh vërtet me shtetin e tyre. Nevojën për një dialog transparent e theksoi edhe Parlamenti Evropian në një draft rezolut të miratuar për Kosovën. Parlamenti Evropian thekson rëndësinë për transparencë të lartë në komunikimin e rezultateve të dialogut Prishtinë-Beograd dhe sigurimin e përfshirjes së parlamenteve dhe shoqërive civile. Shikos nderuar, ishte kjo një analizë për publikuar në gazetën Jeta në Kosovë. Ne jemi duke diskutuar për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Po e nisim me juve, zoti Shala, pastaj me juve, zoti Konjufca. Dëgjom e pam këtë reportazh. Është thënë domethënë në vazhdimsi që ka problem sa i përket transparencës, mosdhënies së informatave, detajeve se çka është biseduar në këto bisedime. Apo pajtoheni me mua? Mendoj që është krijuar një farë përshtypje që te asaj çka është shfaqur, çka është shpallur, çka është botuar në media, ekziston edhe një tërësi tjetër e fakteve, shënimeve, bisedimeve që nuk është shpalluar. Besoni që 95% e gjërave që kanë ndodhur në Bruksel tash dihen për opinionin tonë. Nuk ka kurfar sekreti. Tash aty unë ditëve të fundit e kam pa një ngarendje marrëmendse shtypit sërb për të gënyer se çfarë ka ndodhur brenda. Aty skenohen incidente, përleshje, kacafytje, gjithçka, asgjë për atyre s'ka pasur. Mirë, po ne një emision të plot do duhet t'ja caktonim çka është transparenca në diplomacinë dhe në negociata. Nuk ka këto dokumente, shikoni, këto janë dokumente e pune. Dhe si dokumente e pune, atë duram zemër 4-5 faqe s'kanë qenë tërësisht. Dhe ato si dokumente e pune bëhet gabim nëse publikohen ose nëse diskutohet për ato. Mirë, veç kur Kuvendi i Kosovës nuk ka për shembull dyshje për spekulime. Kemi ndëgjuar për shembull edhe në Kuvend të Kosovës sot, po ne duhet ta trajtojmë një dokument pune, madje edhe ta votojmë. Si votohet një dokument pune? Votohet në Kuvendin e Kosovës vetëm dokumenti final i cili duhet ratifikohet. Ka qenë propozime përbashkët, certifikimi nuk kupton 80 vota në favor të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. A ka transparencë nuk ka transparencë në proces? Për bindjen time, ka transparencë as sa duhet. Çka ka ndodhur me bisedimet e Vienës, nganjëherë ka qenë me vërtet shumë e rëndë, sepse ne kemi botuar draftet tona pa shkuar akoma në Vjenë, jemi trajtuar në mënyrë kritike edhe për vetë presidentit Ajsari. Ka thënë çfarë serioziteti keni ju. Po t'i kthejmë një realiteti K3. Në Ramboje, Kosova ka shkuar si ka shkuar. Në Vjenë kemi qenë, çfarë kemi qenë? Tash është këtë ndryshe. Kemi qeveri, kemi kuvend,
Kemi tek e fundit gjykatë kushtetuese, po harrojmë nganjëherë që atë dokumentin final, i cili vjen për shembull para deputetëve të Parlamentit të Kosovës, nëse deputetët kanë shqetësime të veta, kanë të arsyeshme me pas shqetësimet. Mirë, marrim Ata mund vlerësime të thënë tjera. Muhamet, ata mund të thonë, a bën këtë dokument ta shohim gjykatë kushtetuese dhe ta trajtojë gjykata kushtetuese a është në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës apo nuk është. Jemi në rrethana kryesisht tjera. Mirë, ta shohim apo e shoh, e shihni ju Jo, kështu, duket shumë zoti Konjuca. Duket shumë dëshpëruese kur një deputet i opozitës thotë kemi qeveri, kemi. Është e vërtetë që kemi një qeveri shumë të keqe, ëh. A është e mira e keqe nuk po diskutojmë cilës blau ju jeni kësaj. bërë A pjesë. është kuvendi i mira i Po, keq kjo nuk është- po kjo është- diskutojmë po, se. A Ti është po gjykat? thu- Nuk ka lidhje, është e keqe, po mirë që po na përfaqëson me Serbinë, apo? Jo, Po jo, kjo është një problem po vetë duket që po politik. keq kuptohesh me Për qëllim. arsye se Unë nëse po kemi them që shteti i Kosovës, kemi kryer shteti i qeverisë Kosovës njerëz- sot ka institucione të veta. Nëse A janë të kemi mira të kryer- këqija është çështje Nëse tjetër. kemi, jo, kjo është çështja. Jo, nuk është Jo, kjo është çështja. për sa i përket fuqisë. Sepse nëse institucione të tilla, të cilat kanë dosje dhe po hulumtohen për korrupsione të ndryshme, dhe këta njerëz shkojnë dhe na përfaqësojnë me një shtet i cili ka qëndrim armiqësor ndaj Kosovës, m'fal, po kjo është problemi. Dhe nëse njerëz të tillë E si mund ta janë të dekalohet cënushëm. raporti armiqësor Kosovë-Serbi sipas teje? Që është e vërtetë. Që po pajtohemi që është raport armiqësor Kosovë-Serbi. Ti si mas pa ku kemi fajin që është armiqësor si shqiptar. Nuk e kemi Ja, zotaren kemi e dhe ne qeverisë, fajin. prandaj Jo, se shqiptarët ne s'kemi fajin, sa përket kontestit Po kthehemi te transparenca te dialogu se po më folas 30 sekonda, më kupton? Pa Okej, 3 po minuta, dëgjojmë pa atëherë. 2-3 minuta Po s'mund dëgjojmë. të shpjegoj, a vjen tu ndërprej kështu vazhdimisht. Unë mendoj që asociacioni komunave për atë sa dim, edhe nga plani 8 pikë sa po dim. që është publikuar nga mediat, mendoj që 3 kompetenca të këtij plani 8 pikësh i hapin po ashtu derën një statusi ekzekutiv të asociacionit të komunave. Cilat janë këto 3 lloje të kompetencave që sipas mendimit tonë janë shumë të rrezikshme. Njëra prej pikave thotë se kompetencat e komunave mund t'i bartën edhe asociacionit. Kjo është e para. E dyta pikë thotë që kompetenca mund edhe të ndahen. Po citoj është fjala të ndahen mes komunave edhe mes asociacionit. Dhe e treta pikë, njëra ndër tetat domthonë, është që asociacioni i komunave po ashtu mund të ketë kompetenca në fusha strategjike që të citohen me emën përveç fjalën overview, çe e përkthen ti pe anglishtës? Kompetenca në Kompetenca shkruan atë. kompetencë overview, le të përkthem s'kem deri, çfarë overview? Mbikëqyrja, shqyrtim, rishqyrtim, çysh dur po definoj. jo çunë çysh dush, As është kontroll, as është kompetencë. ju Strategic piçuni overview, gjërat. për këtë strategic overview pe anglishtës ç'është? A është kompetencë, a është kontroll, a është mbikëqyrja, a është analizë, çka Po është? mbikëqyrja është një farë kompetencë ekzekutive. Dhe në një farë mënyre, Rishikim. Rishqyrtim, overview. Po. pavarësisht, mirë po thuhet aty që mund të ketë edhe në kompetenca shtesë. Domthonë këto kompetenca përveç ato, Nëse i pët për qeverisë Kosovës. po dhe kur kemi parasysh faktin që kemi edhe kompetenca jo simetrike në mes komunave të Kosovës, për shembull Veriu ka kompetenca deri në arsimin e lartë, kjo çështje bëhet shumë problematike nëse kompetenca të tilla centralizohen në një trup politik siç është asociacioni një etnik me përbërje serbe. Pajtohemi. Pra, që kjo është Absolutisht pajtohemi, Që kjo s'kem është kuvar hapja, dilema, kjo a është- është a zoti duhet Shala, më do kjo, këto- absolutisht pajtohemi. edhe ta shpedim, po dhe historia ka me vërtetu që është hapja e derës për autonominë politike të serbëve atje. Edhe du me sfidu relativizimin që po i bëhet kësaj Po çështje. përmend Adomir, po duhet Jo, të po thoj, lexoni e deklaratë që ka kemi ardhur nga një zëvendësi asociacion shtetit të tillë- departamentit të E shtetit. kemi po thoj një asociacion të tillë brenda edhe Kosovës. Pse pra kjo të mos jetë pjesë e tij? Pse u desh dy? E para. Shqipëria i ka 3 asociacione, për informacion A e ka tonë. kriju as në rregull Shqipëria i ka 3. 3 asociacioni ka. Çe pe Shqipëria. pranoj argumentin, mirë po, a pe Besone- pranon aty? a- A pe pranon aty që se ka kriju me një shtet tjetër asnjë pe asociacione. Kush? Ju pe krijoni me Serbinë. Në Tiranë Kjo është është kriju dallimi. me 26 në Andorë është kriju asociacioni i komunave me shumicë shqiptare në Mirë, Ballkan. zot- Edhe nuk ka pas fare reagimi. Zoti Shola përmendi zoti Konjuk Ajo thotë që çka është po një thonë lloj unë është autonomie, që veç po duhet- duhet lexoni deklaratë që ka ardhur nga Veç të zëvendësia. përfundoj edhe pe përfundoj. Hajde, Këto ta duhet lexoj vendoset në deklaratë. kontekst kjo punë. Nuk mundesh me relativizu kur ti po ja jep një trup politik institucional bashkë me një shtet i cilin kushtetutën e tij e ka. Se mi adhon ki plotësisht drejt. Po Plotësisht drejt. Unë me ty pajtona edhe në po shkon kuvend. atje, Edhe po fol me privatisht. Daçiçin Absolutisht. për territorin e Kosovës. Po pse pse ai Ato kontrollon mu një kriju pjesë në territorit. asociacion edhe në Lugin të Preshevës. Nuk ka mu kriju. Ka mu kriju veç mrena në Kosovë. Dhe kjo është shumë ka këshill shqetësuese. kombëtar i cili zgjedh drejt për drejt, Muhamet, për informacion të opinionit kosovar. Domthon, Këshilli kombëtar vetë për shef fakti zgjedh që drejt për këta drejt. po shkojnë edhe me e këtu Serbinë nuk pe kemi- negocojnë
çfarë institucioni, më kriju brenda Kosovës, kjo është problematik. Që është që po dume ngrit, jo, po e përmendi një lloj autonomie, po dume lexuani deklaratë nga zëdhënësja e Departamentit Shtetit Victoria Nuland në një konferencë mbajtur në Washington me 2 prill, ndër të tjera thotë Nuland deklaroi se është çështje e Prishtinës se si do të vendosin llojin e autonomisë që disa serbë të veriut po kërkojnë. Sa mund të jetë pala kosovare këmbgulse në dialog nëse Shteti Bashkuar po përmendin opsionin e autonomisë. E tash po duam të ditë cili është qëndrimi. Kjo është tjera por. Unë po e them edhe publikisht, edhe mund ta them edhe në çdo forum. Është publikuar në media tjera. Absolutisht, jo. Po, e keni lexuar sigurisht. Asnjëherë, po, absolutisht. Asnjë presion delegacioni i Kosovës nuk e ka prej kryeqyteteve kryesore perëndimore që ta cenoj konceptin e ruajtjes së funksionalitetit të Shtetit të Kosovës. Absolutisht asnjë. Kështu që deklarata e zonës fjalë ka të bëj me një koncept përgjithshëm të autonomisë që ekziston në perëndim, e dhe ne Skënderbeut gjatë edhe Rambujes, edhe pas Rambujes, lufta kryesore ka qenë nesh dhe faktorë ndërkombëtar sa përket nocioneve të ndryshme, sepse ne nuk kemi preferuar kur. Nuk është kjo një kurseri, përdorimi i kësaj fjale kurseri në Jo, shikon, domethënë po flas me fjalën time kategorike. Nuk ka pala kosovare deri me sot jemi me 4 prill. Kur fare presioni ndërkombëtar që të pranojë diçka që e rrezikon tërësinë territoriale të Kosovës, që rrezikon kufit të Kosovës, që rrezikon funksionalitetin e Kosovës. Prandaj në këtë kontekst mund të them fuqimisht që ne përkundrazi, ju e tha pak më herët Skënderi, ju i keni të vazhdimsi deklaratat, edhe të Vučićit, na ka thonë edhe në tavolinë negociator, ju i keni miq më brapa jush. Edhe prej Dashiqit, ata Dashiqit këtë bota është kundër Serbisë, e thash dikush po thotë, jo se ka vërtet. Po doni pyetje me boshtë, ka pas raportime ndryshme si ka pas edhe grusht në tavolina. Thash, me të vërtet, unë mund t'i garantoj tek e fund me siguri ekzistojnë edhe inqizimet, se Bashkimi Evropian me siguri ka të inqizuar këtë bisedë. Nuk ka pas tension pak më të madh se sa zakonisht. Pas shkëmbim fjalëve. Nuk ka pas grusht në tavolinë? Po kush përshkash po. Me dal transkriptet atyre bisedimeve, mendoj që do të krijojë një përshtypje tjetër, po. Po e them fuqimisht që absolutisht nuk kem presion, që situata është fare qartë dhe e dim fare mirë se çka duhet pranohet, çka jo. Çka tha Glaukun e thash absolutisht pa tavolinës. Ne plotësisht pajtohemi çka duhet pranohet e çka jo. Ky dokument ka marrë në Kuvendin e Kosovës. Nuk kam përgjigjesh zoti Shala, ai kam shumë dikush grosht tavolinës. Jo, nuk ka pas as ngritje toneve, ka pas spekulime. Shikoni, është krijuar një përshtypje vetëm në një fjali, se kjo lodhe kolegëve, është krijuar për përshtypjen në Serbi që duhet të dramatizohet situata. Ka pas dramatizim në Rambuje, ka pas dramatizim bien, se nëse dramatizohet, disi krijohet përshtypja se çfarë do të ndodhë. Por mos harroni, këta lider serb që kanë ardhur për një trashëgimie më të keqe të mundshme, janë të parët që objektivisht po flasin çfarë është Kosova sot, dhe që Kosova është e humbur. Kështu që po provojmë me përgatit terrenin për diçka që duhet të ndodhë. Edhe kjo do të ndodhë, jo për shkak dialog ka shkuar në ton të civilizuar. Absolutisht. Në takimet që kanë marrë pjesë unë, po edhe për tjerët sa diun, nuk ka pas asnjëherë kërcënime, shantazhe apo ligjërata sa ti kemi përjetuar me Skënder Hyseni në Vjenë të Samargjishit dhe të kolegëve që na manin ders politik edhe historik, çka është Kosova dhe çfarë djepi është Kosova. Po duam të ndal me çështje shumë e rëndësishme. Çka tash e tutje pas këtij raundi është dhënia afat kryesisht delegacionit të Serbisë kthehet me qëndrim në Bruksel. Çka pritni ju që do ndodh? A mund të ketë dështim komplet të këtij dialogu apo do të ketë normalizim dhe çfarë lloj normalizimi mund të jetë? Sërish po kthehem te pritjet te masat mëdha që janë ngritur gjatë javëve të kaluara dhe kur ka ngritje ashtë mëdha, atëherë edhe zhgënjimi është shumë i madh te ata që ka pas pritje. Çfarë do të ndodhë një ditë mas të martës, do të vijë mërkura. Mund të jetë që ka përfunduar një kapitull, një përpjekje modeste, ose tepër komplekse, qysh duhet quaj, varësisht nga percepcioni që ka secili për këtë farë fiskulture negociuese. Mund të jetë mbyllur një kapitull, por nuk do të thotë që nuk vazhdon një kapitull tjetër në një format tjetër, në një format tjetër. Dhe këtë ne nuk mund ta dim pa e ditë se pa e pa se si do të cilët Brukseli në rend parë me atë rast. Karshi Beogradit, sërish po them, sepse unë kthehem te esenca dhe për mua ka rëndësi esenca. Absolutisht fusnota ka qenë gabim strategjik, cilin e ka ba Kosova. Dhe do të vuaj pasoja nga e gabim strategjik.
sepse me pëlqimin e vetë Kosovës është vonë është vendos 1244. 1244 është streha e fundit e strehimit për Serbinë dhe Federatën Ruse. Dhe ne nuk është dasht me pëlqimin tonë. Përmendni shumë Federatën Ruse, zoti Seni. Shumë më natyre- intereson me ditë, po, se nuk i kemi pa palë shumë të involvume kështu publike. Pikërisht këtu është rreziku që se kemi pa. Po ta kishëm pa, nuk ka qenë as pak rrezik. A ka rrezik tash? Sepse unë po Shumë them, t'madh. unë gjithë një përshtypje dhe mia i them, që Federata Ruse po e këshillon Serbinë që t'i kundërvihet perëndimit. Pik, kjo është përshtypje imja. Prandaj po e përmend Federatën Ruse. Prandaj po e përmend atë nevojën tepër të madhe. Federata Ruse është thirrë disa herë këto ditë në rezolutën 1244. Është thirrë edhe politika serbe në rezolutën 1244. Rezoluta 1244 për Kosovën është të i kaluar ditën e shpalljes të pavarësisë të Kosovës. Dhe ditën e shpalljes të pavarësisë të Kosovës, për Kosovën ajo rezolutë ka qenë inekzistente. Dhe unë, në cilësit ministrit jashtëm, kam ba kërkesë zyrtare në Këshillë Sigurimit që të zëvendësohet me rezolutë 3. Edhe atëherë ma kam pa për të madhe, shumë tjerë të u thanë që është shumë herët, është punë që zbahet, është vështirë. Mirë po, vështirësia arritjes një objektivi nuk guxon asnjëherë t'ju parandaloj nga vendosja e objektivit. Zoti Konjufca, që nga fillimi keni qenë se lëvizje, kundër këtij dialogu që po zhvillohet, tash po du me ditë pritjet, ju dulet me një deklarat, dulet thatë se çfarë realisht thatë që ne ishim për mos me pas marrëveshje dhe marrëveshje nuk pat, mirë po du me ditë prap ka me pas ranë tjetër, tri si pas gjitha gjasave. Cili është vlerësimi? Ne jemi për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë dhe mendojmë që çdo normalizim i marrëdhënieve me Serbinë duhet të mbështetet mbi disa premisa politike. Premisa e parë politike e jona është se nuk mund të ketë normalizim mes dy shteteve, nëse njëri prej shteteve ka qëndrim armiqësor ndaj shtetit përkatës, kurse shteti tjetër ka prirje nënshtruese. Ajo kur nuk e zgjidh problemin, vetëm mundet me shty, mundet me masku problemin dhe me sjell probleme të reja në të ardhmen. Pra, çështja e parë është mosnjohja e Serbisë për Kosovën. Serbia nuk na njen neve si shtet. Dhe nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve mes shteteve pa reciprocitet shtetëror. Na menojmë që parimi i reciprocitetit dhe i barazisë mes dy shteteve është parim qensor. Dhe nëse do të me bo kompromis për këtë parim, ne jemi kundër kësaj. Do më thënë, hajt, le të hymni në një kornizë e po pajtohemi që Serbia nuk na nje, po pajtohemi që do të na shkruaj neve që jemi në rezolutën 244, atë çka i ka kërku Serbia. Domthonë zgjidhjet që janë gjetur, pe lloj dokumenteve të udhëtimit për mallrat dhe për njerëzit, deri te fusnota, si dhe tash asociacioni, që neve po na mbetet, kurse Serbisë po i garantohet që do të hyjnë Bashkimin Evropian pa e njoftë Kosovën, për neve kjo është proces i gabuar. Ta dëgjojmë deri në fund, ta dëgjojmë deri në fund, po, ta dëgjojmë deri në fund. Domthon, kjo garancia që i është dhënë Serbisë, domthon pe krijon aty një farë rehatie të Serbisë, që diçka mund ajo të fitoj mbrana Kosovës, po nuk ka shumë nevojë me bë kompromise mbrana Kosovës, sepse nuk ka me ndryshu kushtetutën e saj, nuk pikërkohet në mënyrë shumë të fuqishme shpërbërja e struktura paralele atje, po përmendëm vetëm strukturat e sigurisë, të arsimit dhe të shëndetësisë. Do të keni rast më u përgjigj. Jo në amnistu. Kështu mendoj që kjo është problemi. Ne jemi që marrëdhëniet do të vendosen binar të normalitetit me Serbinë. Atëherë kur na nje, atëherë kur i shlym borxhet ndaj neve, na i paguajnë reparacionet e luftës, kur i kthen të pagjeturit, kur ka një pendesë në politikën e Serbisë për atë çka e ka bënë Kosovë. Po zoti Konjufca këto janë që shtir mundën i prit për Serbisë tash gjithkohë që mundën me rregullu për më një herë në tavolinën e negociatave. Këto do të më qenë Kosova aktor. Mundohet lufta, mas pari do të thotë teoria që normalizimi nuk ndodhet midis dy shteteve që kanë pas armiqësi është e nasjellë përkundrazi. Pra normalizimi ndodhet pikërisht se kur janë dy shtete në raporte të mira, s'ka nevojë për raporte normale, janë raporte shkëlqyeshme të fqinësore. Ne kemi raporte kogja të mira me Maqedoninë me gjithë telashet, kogja të mira me Malizim me gjithë problemet që kemi edhe me demarkacione, ku fini ty e dinë që është kontesti kufitar atje në Rugov,
dhe marrëdhënie shkëlqyeshme me Shqipërinë, po jo pa probleme, pa çka ndodhi kohëve të fundit me eksportin dhe importin e mallarve. Kështu që po t'i kthejmë temës që hapet ju. Çka nëse dështon procesi? Mund ndodh dështimi i procesit. Kur ka ndodhur dështimi në Rambouillet, i cili megjithatë ka pas hisën tonë të suksesit, sepse ne pranuam marrëveshjen, pasojë bombardimi i NATO-s. Kur ndodhi dështimi në Vjenë, çka ka menduar me pjesën jemi të fol dialogu është duke zhvilluar për normalizimin e marrëdhënieve, mirë po edhe integrimin e pjesën superiore. Absolutisht. Po Po tash ne mendoj që hapëm pak më parë çështjen. Ne duhet të provojmë se edhe dështimi është pjesë e një procesi që çon sukses. Ne duhet ta materializojmë dështimin eventual në dialog i cili do t'i atribuohet fundit e krye Serbisë, sepse me të vërtetë pala kosovare ka qenë jashtëzakonisht e pjekur, e matur, pragmatike. Kjo pikërisht çështja ka më mbet e ngrirë çashtu nëse do të thotë absolutisht. Herët vonë do të ndodhë integrimi. Ju e dini, unë besoj që në studi ju e kam thënë, prej vitit 92 deri 95 ka pas takimet një pas njëshme, sekrete dhe publike midis Kroacisë dhe Serbisë për ta zgjidhur çështjen e integrimit të serbëve në Kroaci. Ka dështu thjesht ka ndodhur në fund. Ne kemi KFOR-in brenda. E kemi Euleksin brenda. Nëse Serbia ka dhe obligim ndërkombëtar të shpërbëjë strukturat. Jo vetëm ndaj nesh, jo vetëm që po kemi dëshirën ne. Plus që është në kundërshtim edhe me atë rezolutën e njërë të 2024. Jemi në fund të emisionit. Integrimi i veriut do të ndodhë. Mas mirë është të ndodhë me një proces normalizimit marrëdhënieve, edhe më varianti më e keq është të ndodhë pas një periudhe. Që japim fjalën përfundimtare edhe të tjerëve. Kosova duhet të vazhdoj nëse dështon ky kapitull. Kosova duhet të vazhdoj të insistoj në partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare. Duhet të vazhdoj të insistoj në dialog me Serbinë. Gjithmonë të ruajt kornizën e parimeve prise që ja ka vendosur vetvetes, vijat e kuqe që po i thonë. Të ruajt kushtetutën, ligjet e saj. Duhet të vazhdoj të insistoj në dialog, vazhdimisht. Sepse të kërkosh dialog dhe të bësh dialog nuk është rrezik. Rrezik është të bësh koncesione të papranueshme në dialog. Dhe kjo duhet thuhet qartë. Pastaj, Kosova duhet të insistoj në partneritet ndërkombëtar që ta avancoj më tej kontraktualitetin me Bashkinë Ndërkombëtare, t'ja filloj qysh tash përpjekjeve të mundimshme për ta hequr atë fusnot, t'ja filloj qysh tash në një partneritet ngushtë dhe të fortë me Bashkimin Evropian, që ta përfundimisht ta bind Bashkimin Evropian që është në interes të paqes në Ballkan, po është edhe në interes të marrëdhënieve normale midis dy shteteve, Kosovë-Serbi, nëse neutraliteti ndaj statusit përfundon. Sepse kjo, unë ju siguroj, që në mas të madhe kjo është të ushqyje kretat destruktivitet në Serbi. Faleminderit. Në fund, zotë Konjukta? Po mendoj që kur qeveria po i referohet përputhshmërisë së zgjidhjes me kushtetutën, mendoj që qeveria është një autoritet e dyshimt për me interpretu kushtetutën, për shkak se ka kallëzuar shumë raste që shkel atë dhe shkeljet e interpreton përputhje me kushtetutën. Unë dyshoj po ashtu që kjo që po themelohet atje, dhe që është në këtë rrugë, është asociacioni komunave me bazë një etnike, është përputhje me kushtetutën dhe do të interpretohet siç është interpretuar edhe fusnota në përputhje të plotë me kushtetutën edhe me ligjet e Kosovës. Kjo nuk është gjë e re për qeverinë tonë, ajo në vazhdimsi ka bërë domethënë veprime të tilla, të cilat i ka relativizuar për nga dëmi që i shkaktojnë Kosovës, gjithmonë është përqendruar në atë që ne gjithmonë kemi fitu dhe Serbia gjithmonë pas ka hup. Mirë, po këta nuk po na tregojnë që në ato fitore relative çka na ka mbet neve. Për shembull ishte viti 1999, mirë po neve na mbeti rezoluta 244, cilën tash e kemi në fusnot. Mund të duket e parëndësishme. Mirë, po pikërisht ajo që ndodhi në 99-ën tash po na reflektohet. Mund të themi që në vjen, ju nuk pritni që do të ketë marrëveshje në fund në vitin 2008 u shpall shkputja prej Serbisë. Mirë, po na mbetën komunat serbe dhe 45 zona. Faleminderit gjithëve. Nuk kemi Në që 99 kemi pas 100 Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra për këtë debat. Natyrisht çështja e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të jetë temë kryesore edhe në ditët dhe ndoshta edhe muajt e ardhshëm për Kosovën dhe Serbinë, sepse janë duke negociuar, ndërkohë që ju për çdo çështje mund na shkruani në kallzo.com. Deri të javën e ardhshme nga unë Muhamet Hayrullah, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.